është ky takimin i dytë sa i përket komentimit të librit të Imam Buhariut, El Edeb El Mufrad. Në javën e kaluar kemi bërë një përmbledhje biografike të autorit të Imam Buhariut, ku përveç tjerash kemi shpalosur edhe disa vlerësime të dietarëve për të. Kemi folur po kështu edhe për librin të cilin do ta komentojmë me lejen e Allahut te bareke ve teala, dhe kemi përmendur disa veçori në mesin e cilave edhe dy veçori që mendojmë se ja vlen përsëritjen edhe sonte. Fjala është për atë se në këtë libër autori Imam Buhariu ka përmbledhur disa hadithe, të cilat madje nuk i gjejmë as në 6 burimet kryesore të haditheve. Pra janë hadithe të reja me të cilat mbase njihemi edhe për herë të parë. Dhe e dyta, për shkak të përmbajtjes, Imam Buhariu e ka veçuar nga libri Sahih. Pra e ka bërë një libër të veçantë për shkak të rëndësisë që ka përmbajtja. Prandaj disa dietarë kanë thënë se ai që dëshiron të formohet në kuptimin fetar, nuk mund ta bëjë një gjë të tillë pa këtë libër. Pra nuk mund të jetë një besimtar me vlerat mirëfillta, me vlera të vërteta, në qoftë se nuk e ka lexuar këtë libër dhe në qoftë se nuk e ka zbatuar përmbajtjen e tij në jetën dhe sjelljet e tij. Kështu, ne sonte me lejen e Allahut te bareke ve teala po fillojmë me shpjegimin e tij. Kemi përmendur se për shkak të natyrës së takimit, natyrës së kuvendit, do të mundohemi që me sjell një përmbajtje sa më të përmbledhur dhe me u fokusu tek ato aspektet edukative që në fakt janë edhe synimet pse ne jemi qas kësaj pune. Imam Buhariu e ka hapur këtë libër me një kapitull i cili konsiderohet kryevlerë. Pra ka përzgjedhur që librin e vlerave, librin e moralit, librin e etikës, librin e virtyteve ta hap me kapitullin për respektimin e prindërve. Për shkak se respektimi i prindërve është kryevlerë, është pjesa më e rëndësishme e moralit, është ajo që kërkohet më së shumti prej një besimtari. Prandaj për t'i dhënë theks të veçantë dhe për ta aluduar në rëndësinë që e ka kjo temë, Imami ka vendosur që pikërisht këtë libër ta hap me diskutimin përkitazi me respektimin e prindërve dhe jo vetëm. Për të na treguar se sa e rëndësishme është kjo çështje, Imami ka vendosur që edhe titullin që ja ka lënë kapitullit ta bëjë të veçantë. Ka përzgjedhur fjalët e Allahut te bareke ve teala, wa wassayna al-insana biwalidayhi husna, ne e kemi urdhëruar njeriu që të sillet mirë me prindrit. Pra nuk ka marrë një titull nga vetja e tij, nuk ka përzgjedhur një titull nga fjalët e tij, por këtë e ka bërë duke ju referuar një ajeti kuranor i cili e ka rëndësinë e vet. Pse Imami ka përzgjedhur që me ia vënë titullin këtij kapitulli, pikërisht duke shkputur një pjesë të një ajeti kuranor. E ka bërë përveç rëndësisë për të na treguar se këto virtyte, këto vlera, ky moral për të cilin ne po flasim, në fakt është i shkputur nga Kurani. Ka bazë kuranore, prandaj duke ju referuar edhe Kuranit, ky moral bëhet edhe më i fuqishëm. Pastaj Imami ka përmendur hadithin e parë, i cili është i transmetuar nga një sahabi i nderuar, nga Abdullah ibn Mesudi, Allahu qoftë i kënaqur me të, i cili thotë kësaj: e kam pyetur Muhamedit alayhi salatu wassalam se cila është vepra më e mira tek Allahu te bareke ve teala. Cila është vepra që Allahu e do më së shumti? Tha: as-salatu ala waqtiha. Me fal namazin në kohën e vet. Pastaj thash Muhamedit alayhi salatu wassalam, cila vepër vjen e dyta? Tha: birrul walidain. E dyta është që me u sjell mirë me prindrit. Pastaj e pyeta po tjetra, vepra e tretë? Tha Muhamedi alayhi salatu wassalam: el jihadu fi sabilillah. Lufta në rrugën e Allahut te bareke ve teala. Thot transmetuesi: haddathani bihin walau istazadtu lazadani. Muhamedi mi tregoi këto gjana, mi përmendi këto 3 vepra.
sikur unë kisha kërkuar ende vepra tjera, Muhamedi alayhi salatu wasallam këtë listë e kishte zgjatur edhe më shumë. Se ku qëndron rëndësia e kësaj, me lejen e Allahut te bareke ve teala do ta përmendim pak më vonë. Ky hadith është i saktë. Pse po e them këtë? Për shkak se disa prej jush në takimin e kaluar nuk keni qenë. Ne kemi përmendur se jo të gjitha hadithet në këtë libër janë të sakta. Edhe pse dominojnë hadithet e sakta, jo të gjitha janë të sakta. Në fakt, ne para jush do t'i prezantojmë vetëm hadithet cilat janë të sakta. Pjesën tjetër që dietari shqiptar Muhammed Nasruddin Albani ka thënë se nuk janë të sakta, ne do ta menjanojmë për arsye se konsiderojmë se mjaftimi me hadithet e sakta është mirësi dhe nuk ka nevojë që ne të referohemi haditheve tjera të pasakta. Nderuar vëllezër, në këtë hadith, në radhë të parë, ne vrejmë për kategorizimin e respektimit të prindërve në mesin e veprave të mira. Muhamedi alayhi salatu wasalam është pyetur se cilat janë veprat më të dashura tek Allahu te bareke ve teala. Dietarët musliman kanë përmendur se ndonse janë 3 veprat përmendura në këtë hadith, ato nuk janë të kufizuara. Pra hadithi nuk ka synim që t'i përkufizoj, se vetëm këto 3 janë vepra të mira dhe tjerat nuk ka. Jo, për qëllim është se Muhamedi alayhi salatu wasalam, siç kanë përmendur disa dietar, ose i është referuar individëve, ose i është referuar kohës. Ka ardhur një njeri i cili ka pas nevojë me ia dhënë këtë përgjigje. Ka ardhur një njeri i cili veprat tjera i ka pas në rregull, prandaj Muhamedi alayhi salatu wasalam, duke e njohur, duke ditur se ka nevojë që të jetë më kujdesshëm në namaz, ka nevojë që të jetë më i sjellshëm me prindërit, ka nevojë që të merr pjesë në xhihad, ja ka dhënë këtë përgjigje. Ose sipas rrethanave, ndodh që siç e shohim ne për shembull, në një kohë, në një situatë, në një rrethan, mund ndodh që një prej vlerave të dobësohet. Prandaj është thirrje fetare, është mësim fetar që në kohëra të tilla, aty ku shfaqen dobësitë, ne duhet të merremi me to, dhe Muhamedi alayhi salatu wasalam i ka ofruar këtë përgjigje duke marrë parasysh edhe rrethanat. Çfarë nënkupton sjellja e mirë me prindërit? Sjellja e mirë ose birr el walidain është një koncept i cili është i papërkufizuar, i cili në fakt e ka vetëm një finish, e ka një përfundim aty ku preken ndalesat e Allahut te bareke ve teala. Përndryshe, përderisa babai dhe nëna nuk të urdhërojnë me diçka që është haram, diçka që është mëkat ndaj Zotit, atëherë koncepti për respektimin e tyre, për mirësjelljen e tyre është i gjerë dhe i papërkufizuar. E përfshin aspektin material, pra djali duhet më kujdes për babën edhe për nanën, e përfshin aspektin moral, duhet me qenë i sjellshëm me fjalë dhe me vepra, e përfshin edhe aspektin emocional, duhet që me sjelljet e tij mos me vepru diçka që mundet me lëndu babën ose mundet me lëndu nanën. Në rregull, neve na intereson pse gjithë kjo vëmendje për respektimin e prindërve. Cilat janë ato motivet, cilat janë shtysat, cilat janë shkaqet që neve na bëjnë me respektu prindërit deri në këtë nivel. Imami Ibn Kathiri, Allah mëshiroft, ka përmendur 2 motive që janë teje të rëndësishme. E para është motivi biologjik. Ne jemi në këtë botë për shkak të prindërve tanë. Prandaj duhet me i respektu logjikshëm, apo? Prindërit janë ata që neve na kanë sjellë në këtë botë dhe ne duhet që me i respektu patjetër. Dhe motivi tjetër është motivi moral. Ne në këtë botë jemi të thirrur që karshia atyre që sillen mirë me ne, të mirën me kthy me të mirë. Muhamedi alayhi salatu wasallam ka thënë, nëse dikush ju bën një të mirë, kompenzojani me një të mirë. Pra kush na bën mirë, ne i bëjmë mirë. E kush na ka bërë më mirë se sa prindrit? Prandaj respekti për prindrit është edhe për shkak të këtij motivit moral, pra për shkak se na kanë bërë mirë dhe në shenjë mirënjohje, në shenjë respekti, ne edhe sillemi me ta. Në këtë hadith, respektivisht në pjesën e fundit, ne pam se sahabiu nderuar Abdullah ibn Mesudi ka thënë, sikur unë
kisha kërkuar nga Muhamedi alayhi salatu wassalam që ta shtonte listën e veprave të mira, Muhamedi alayhi salam do ta bënte këtë. Që nënkupton se e para, gatishmëria e Muhamedit alayhi salatu wassalam për t'ju përgjigjur besimtarëve. Dhe e dyta, etika e sahabëve me Muhamedit alayhi salatu wassalam, të cilët siç është transmetuar, nuk e kanë shqetësuar Muhamedit alayhi salatu wassalam. Janë munduar madje edhe në pyetje me rujt Muhamedit alayhi salatu wassalam, madje, nderuar vëllezër, disa prej tyre imazheve të respektit që e kanë bërë Muhamedit alayhi salatu wassalam për të mos e shqetësuar, është se kur kanë shku tek shtëpia e tij, nuk kanë trokit me gisht, kanë trokitur me thënj, në mënyrë që mos me shqetësu Muhamedit alayhi salatu wassalam. Pra çdo veprim, në çdo veprim, në çdo gjë janë munduar që me tregu sjellje me Muhamedit alayhi salatu wassalam. Ky është hadithi i parë. Hadithi i dytë në këtë kapitull është nga një sahabi i nderuar, nga Abdullah ibn Omeri, Allah të qoftë i kënaqur me ta. Në këtë hadith Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë kësaj: "Ridha ar-Rabb fi ridha al-walid wa sakhat ar-Rabb fi sakhat al-walid." Kënaqësia e Zotit është në kënaqësinë e babës edhe nënës. Dhe zemrimi i Zotit është në zemrimin e babës edhe nënës. Ky hadith është i veçantë, nga se nderuar vëllezër, në takimin tonë të kaluar, kur kemi folur për biografinë e imamit, respektivisht kur kemi përmendur vlerësimin e Imam Muslimit për Imam Buhariun, pikrisht arsye ka qenë ky hadith. E ka pyetur Imam Buhariun, Imam Muslimi, për domethënien, për diçka rreth dobësive të këtij hadithi, dhe nga përgjigjja që ka marrë, ai ka shfaq një konsiderat, një përshtypje, një gëzim aq të madh me mësuesin e tij, saqë ka thënë se nuk ka sikurti njeri të ngjashëm në këtë botë. Ky hadith është i rëndësishëm, nderuar vëllezër, nga se trajtimin që ja bën respektimit të prindërve e bën nga një pozitë të jetë interesante, e ndërlidh me respektin për Zotin. Pra, ai që e respekton baban edhe nënën, e ka respektuar edhe Zotin. Ai që e kundërshton baban edhe nënën, e ka kundërshtuar edhe Allahun te bareke ve teala. Dhe Ibn Kathir ka thënë se kjo në Kur'anin famadh është përmendur shumë. Ibn Abbasi, një shok i Muhamedit alayhi salatu wassalam, ka përmendur ajetin nga kaptina Luqman, ku Allahu ka thënë: "Anishkur li wa li walidayk." Falendero mua dhe falenderoj prindrit. Pra, respektin për prindër, falenderimin për prindër, Allahu te bareke ve teala e ka lidh edhe me respektin dhe falenderimin për të. Prandaj këto vepra janë të pandashme, që nënkupton se nëse ne e shohim një besimtar i cili falet, agjeron, jep sadaka, por nuk është i mirë me baban dhe nënën e tij, atëherë ne kemi një argument të fuqishëm se ky njeri ka defekt në fetarinë e tij. Për faktin se Muhamedi alayhi salatu wasallam thotë, ai që është i mirë me Zotin, është i mirë edhe me prindërit. Nga se kënaqësia e Zotit është kur robi e respekton baban edhe nënën e tij. Pastaj Imam Buhariu ka përmendur kapitullin e dytë, i cili ka të bëjë me mirësjelljen me nënën. Në kapitullin e parë na thret që të respektojmë prindrit në përgjithësi. Në kapitullin e dytë Imam Buhariu fillon dhe bën detajim. Fillon dhe na flet për respektimin e nënës. Pra, është, si thuash, një lloj zbërthimi i atij konceptit cilin e ka përmendur në parim. Pra, ne në parim duhet me respektu babën edhe nanën. Mirë po pastaj vijnë hadithet ku ka një lloj, si them, detajimit të respektit që ka të bëjë me baban dhe që ka të bëjë me nënën. Imam Buhariu përmend hadithin e Behz bin Hakimit, i cili e citon baban e vet, dhe thot kësaj: e kam pyetur Muhamedit alayhi salatu wassalam, ndaj kujt duhet jem fillimisht i sjellshëm? Tha ndaj nënës. Pastaj ndaj kujt? Tha ndaj nënës. Pastaj ndaj kujt? Ndaj nënës. Pastaj tha u kthye herën e katërt, tha ndaj babait tënd.
Pra, e ka përmendur se kush duhet me u respektu I pari, ka thonë nana, pastaj kush nana, pastaj kush nana, pastaj herën e katërt ka thonë baba. Dhe dietarët e kanë shpjeguar këtë, Imam Nevaviu arsyen pse është përmend 3 fish, respekti I nanës ndaj respektit babës, e lidh me disa procese biologjike. Thotë se ky respekt për nanën është për shkak se nana gjatë shtatzanis është lodha, po, duhet me mbajt 9 muaj në bark. Pastaj gjatë lindjes ka dhimbjet e saja, pastaj gjatë gjithdhënies. Pra janë 3 elemente me të cilat ajo dallon prej babait dhe pikrisht në bazë të lodhjeve të shtatzanis, në bazë të lodhjeve të lindjes, edhe në bazë të lodhjes së gjithdhënies, ajo edhe respektohet 3 fish ndaj babait të saj. Ibn Battali, një dietar tjetër, ka përmendur ajetin kuranor në cilin Allahu te bareke ve teala në një farë forme ka aluduar pikrisht në këtë respekt, edhe ka thonë wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain. Ne e kemi urdhëruar njeriun që të jetë I sjellshëm me prindrit, për shkak se nana e ka bajtur atë dobësi pas dobësie dhe I ka dhënë gjy në 2 vite. Ajo që ka rëndësi nderuar vëllezër në këtë hadith në radhë të parë, ka të bëjë me pozitën që Islami ja ka dhënë femrës. Ju e dini që edhe sot e kësaj dite, fatkeqësisht duke u thirrur në raste të gabuara ose duke akuzuar rrajshëm Islamin, thuhet se kinse Islami e dhunon femrën, kinse Islami abuzon me drejtat e femrës, kinse Islami kështu dhe ashtu. Janë një argument I cili e demanton praktikisht atë që ata thua. Cili është njeriu që meriton më shumë të respekt në jetën e një besimtari? Është nëna. Nëna është femër. Pra, ato që qarkullojnë në media, që qarkullojnë në qarqe të ndryshme, se kinse Islami është hyrë femrën, janë pa vërteta dhe janë një argument. Argumentin cilin Muhamedi alayhi salatu wasalam respektin për nënën që është femër e ka ngrit në 3 nivele më lart se sa respektin për të tjerët. Në këtë hadith nderuar vëllezër, ne mësojmë edhe për prioritetet. Si besimtar e kemi për detyrë, e kemi për obligim që prioritetet t'i kemi në jetë në çdo aspekt. Prioritetin në kupton që mund të ketë vepra të mira të shumta. Mirë, po jo çdo vepër e mirë bëhet çdo herë. Ka disa vepra që mund të bëhen në një kohë tjetër, ka disa punë që mund të shtyhen, ka disa punë që nuk mund të shtyhen. Ka disa njerëz që është mirë të sillesh mirë me ta. Mirë, po ka të tjerë që janë më meritor, për shembull. Ne I japim lëmosh. Kur japim lëmosh, lëmosha është e mirë në përgjithësi, apo? Mirë, po nëse se lëmoshën ja japim një të afërmi. Atëherë në këtë rast ne I kemi dhënë përparësi dikujt që e kemi të afërm. Prandaj Muhamedi alayhi salatu wasallam ka thënë, lëmosha ndaj të afërmit vlerësohet 2 fish. E para si lëmosh, e dyta për shkak të forcimit të lidhjeve. Në këtë hadith neve na bëhet me dije se ti mund të jesh musliman I mirë. Mirë, po nëse nuk je musliman me nënën tënde, me babain tënd, që janë njerëzit e parë që meritojnë respektin, atëherë ke dështuar. Për arsye se ke dështuar në prioritet që është në këtë rast respektimi I nënës dhe babait. Hadithi I dytë është I përcjell nga një sahabi nderuar, brenda këtij kapitulli fjala, nga Ibn Abbasi. Ibn Abbasi ka qenë kushëriri I Muhamedit alayhi salatu wasalam. Ai rrëfen se një ditë ka ardhur një njeri edhe I ka treguar se ka shkuar ka lyp një vajzë për nuse. Mirë, po kanë refuzuar me ia dhënë. Edhe ka shkuar dikush tjetër e ka lyp, edhe nga xhelozia se ajo ka pranuar, ky ka shkuar dhe ka mbyt. Pastaj ka ardhur tek Ibn Abbasin edhe ka kërkuar ndonjë zgjidhje për gjunahën që e ka bërë. Pra e ka bërë këtë gjunah të madh, a ka ndonjë vepër me të cilën ai mundet me shlyj këtë mëkat. Ibn Abbasi e ka pyet, a e ke nënën gjallë? I ka thënë jo.
ka thënë atëherë bëj ndonjë vepër të mirë, afrohu tek Allahu me ndonjë vepër të mirë, sepse ka mundësi që Allahu nëpërmjet veprave të mira me të falë. Njëri prej atyre transmetuesve, ata Ibn Yasarin, ka thënë jam shku te Ibn Abbasin. Edhe i thash pse kur erdh ky njeri me të pyet, a ka pendim për vrasjen, ti ja përmende respektimin për nanën. Tha po, për arsye se unë nuk di që ekziston ndonjë vepër që ka vlerë më të madhe se sa respektimi i nanës. Nderuar vëllezër, ajo që ka rëndësi këtu, e para që të mos keq kuptohemi. Këtu përmendet që ky njeri e ka kryer një krim të madh që është vrasja. Siç e dini, vrasja në Islam është prej gjunaheve që ka ndëshkim juridik edhe ka ndëshkim fetar. Ndëshkim juridik është se kodi penal parashet që për vrasjen ketë vrasje, dhe këtë e kryen shteti. Dhe ndëshkim fetar është për faktin se në Kur'an nuk ka asnjë gjuna i cili është dënimi për cilin është përmendur në formë më të ashpër se sa gjunahu i vrasjes. Mirë po, ky njeri, siç kanë përmendur dietarët, me gjas ka shkuar nga se fetarisht ka drejt që familja të kërkojë t'ia falë. Për shembull, e ka vrarë dikon, mirë po familja janë besimtarë të mirë, janë zemërgjër, e falen. Ose kërkojnë dëm shpërblim për gjakun. Siç duket ky e ka mbyll në aspektin juridik, në aspektin ligjor, e ka mbyll të çështje, prandaj ka ardhur tek Ibn Abbasi për shkak se e ka pengu. Unë e kryva me njerëz, e kryva me shtet, me ligj, po me Zotin, kanë thonë dietarë nderuar vëllezër, dhe mos e harroni këtë, pendimi nuk e rrezon normën dëshkuese për vrasjen. Pra ke myt dikën, edhe me thonë unë u pendova dhe tashmë shteti nuk më ekzekuton, jo. Pendohesh, kjo është në raport me Zotin. Ndërsa në raport me shtetin ke kryer krim, shteti ka drejt që të ekzekutojë. Mirë po, ajo që përmendet në këtë rast është se ky njeri me gjas procedurat ligjore i ka kryer, e kanë falur ose ka paguar gjakun, prandaj edhe krejt përmbajtja e hadithit është rreth pendimit. Ka ardhur tek Ibn Abbasi, ka kërkuar pendim, edhe Ibn Abbasi ka thënë po, ka pendim dhe ka përmendur pikërisht respektimin për nënën. Ajo që kisha pas dëshirë ta merrni simsim prej këtij hadithi, a dim kush ka qenë ky njeri? Ibn Abbasi po thotë ka ardhur një njeri. Kush ka qenë ky njeri? Pse nuk i është përmend emri? Nuk i është përmend emri për arsye se edhe nëse janë gjunaqtar, ne duhet ta ruajmë privatësinë e tyre. Ne duhet ta ruajmë privatësinë e tyre dhe ne nuk duhet që t'i zbulojmë sheshazi që pastaj njerëzit ti nënçmojnë, ti përbuzin, ti injorojnë, nga se mbrojtja ose mbulimi i mëkatarit është edukat islame. Kapitulli 3, cilin Imam Buhariu e përmend, është respektimi për baban. Kapitulli i parë ka të bëjë respektimi për prindrit, kapitulli i dytë fillon me zbërthim respektimi për nënën, kapitulli i tretë në mënyrë që të mos mendoj dikush se vetëm nëna duhet të respektohet, Imam Buhariu e ka titulluar respektimi i babait. Ai e ka përmend një hadith nderuar vëllezër, i cili neve që e përmendëm pak më parë, mirë po që vjen prej një verzioni tjetër nga Abu Huraira. Po dua këtë që ta përmend për shkak se dikush edhe mund të na ndjek nëpërmjet rrjeteve sociale. Ekziston një detaj shkencor në këtë hadith, nga se Imam Buhariu ka përmendur ndonjëherë në këtë libër, i ka përsëritur hadithet. Pra të njëjtin hadith e ka përmendur 2 ose 3 herë. Dhe sa herë e ka përmendur, domthonë herën e dytë ose tretë, Imam Buhariu o e ka pru prej një transmetuesi tjetër, në rastin e parë ke një sahabi tjetër, në rastin e dytë e kemi Ebu Hurajrën, Allahu qoftë i kënaqur me të. Pra o e ka sjell nga një transmetues tjetër, o ka përmend diçka në sened që e ka bërë të veçantë këtë hadith. Ebu Hurajra tregon se pejgamberi është pyetur kush e meriton më shumë të respektin. Ka thënë nëna, herën e dytë nëna, herën e tretë nëna, herën e katërt ka thënë babai. Dhe me këtë ka argumentuar se babai nuk përjashtohet nga respekti. Pra është gabim dikush të mendoj se
duhet ta respektoj nënën dhe jo baban, dhe pikërisht për të arsye Imam Buhariu e ka përmendur edhe respektin për prindërit. Pastaj nderuar vëllezër, Imam Buhariu ka vazhduar me një kapitull në cilin ka filluar me zbërthy konceptin e etikës me prindërit. E ka quajtur kapitulli i të folurit but me nënën. Kapitulli i të folurit but. Pra, mënyra se si ne flasim me prindërit, mënyra se si drejtohemi prindërve, mënyra se si u përgjigjemi prindërve, dallon prej mënyrës se si flasim dhe ju përgjigjemi të tjerëve. Prandaj Imam Buhariu përmend se ka ardhur një njeri tek sahabiu nderuar Abdullah ibn Omeri dhe i ka thënë se ka qenë me një grup njerëzish Nejdas, me të cilët i ka kryer disa gjunahe që mendon se janë gjunahe të mëdha. Ja ka përmendur gjunahet, pastaj Ibn Omeri ka thënë jo, për shkak se këto çka i ke batin nuk janë në listën e atyre që konsiderohen gjunahe të mëdha. I ka përmendur 9 gjunahe të mëdha dhe pastaj i ka thënë kësaj: a ke dëshirë që me e fik zjarrin e xhehenemit edhe me hyn në xhenet? Ka thënë po. Ka thënë a ke nanën gjallë? Ka thënë po. Ka thënë atëherë nëse ti flet nanës me gjentilesë, me butësi, nëse e ushqen nanën, do të hysh në xhenet përderisa nuk ke bërë mëkate të mëdha. Pra, në këtë hadith ne mësojmë se nëse një besimtar në raport me nënën e tij flet but, nuk flet vrasht, nuk flet ashpër, atëherë ai ka mundësi që të hyjë në xhenet. Nderuar vëllezër, ajo që kisha pas dëshirë janë 2 gjëra këtu që konsideroj se janë me rëndësi të përmendim. Me para, në këtë hadith Abdullah ibn Omeri radhiyallahu anhu i ka përmendur 9 mëkate. A janë vetëm 9 gjunahe të mëdha? Jo. Dietarët musliman, e madje Ibn Abbas, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë se më afër të vërtetës është të thuhet se janë 70 sesa 7. Pra gjunahet e mëdha janë shumë dhe ka një kriter sipas cilit ato njihen. Secili mëkat për cilin Allahu te bareke ve teala ka parapat dënim të madh në botën tjetër, ai është prej mëkateve të mëdha. Dhe e dyta, në këtë hadith janë përmendur Nejdasët. Kush janë Nejdasët? Nejdasët janë i tharët e një njeriu i quajtur me emrin Nejd bin Amir, i cili ka thënë se çdo kush që ngul kam në gjunat të vogël. Për shembull, shumë prej njerëzve që e pin duhanin, vetëm kështu mos preket askush, konsiderojnë se me pi duhan është gjuna i vogël. Gjuna i vogël, një pako, 2 pako, pastaj sipas këtij njeriu që e ka përmendur protagonisti i hadithit, çdo kush që ngul kam në gjuna të vogël, pra që e bën gjunahën e vogël çdo ditë, ai është i dal pej feje. Kjo nuk është e vërtetë. Gjunahu i vogël është i rrezikshëm, me insistimin në gjunahun e vogël ne rrezikojmë. Mirë po, a del prej feje? Natyrisht se nuk del prej feje. Prandaj këshillat që merret prej këtij hadithi është që të kemi kujdes se me kë shoqërohemi. Për arsye se ndonjëherë disa gjëra që janë të vogla i stërzmadhojmë atë shumë, u avështirësojnë njerëzve fen atë shumë, saqë njerëzit ikin dhe largohen. Prandaj ka nevojë që ne të kemi kujdes se me kë shoqërohemi. Hadithi i dytë është një prej haditheve që në fakt ne shpalos neve përveç tjerash edhe një detaj i mësi shkencore që ka të bëjë edhe me librin. Imam Buhariu në këtë libër ka përmendur ajete, ka përmendur hadithe, ka përmendur thënie të dietar të sahabeve. E ndonjëherë për interpretim të ajeteve kuranore ka përmendur edhe interpretimet, për të shpjeguar ajetet kuranore, ka përmendur edhe interpretimet e sahabeve. Dhe pikrisht në këtë kapitull ai ka përmendur rastin e Urwës radhiyallahu anhu, i cili kur e ka komentuar ajetin kuranor wahfid lahuma janaha dhulli min ar-rahma, lësho para prindërve krahët e përuljes, ka thonë çdo gjë që baba dhe nana thonë me bëje. Pra është si them një lloj interpretimi
e diçkaje që është përshkruar në mënyrë figurative në ajet kuranor, ky sahabi nderuar e ka sjell domethënien e këtij ajeti paranesh. Në fakt ky ajet është ajeti 24 nga kapitulla Isra, në cilën përveç tjerësh Allahu te bareke ve teala ka thënë wala takul lahuma uffin, nëse baba dhe nana thojnë diçka, mos gabo as më i thon of. Ky është niveli minimal që ka thënë dietar, sikur të kish pasur diçka tjetër më e vogël se sa kjo, Zoti kish më përmend. Më njëherë pas këtij ajeti, Allahu te bareke ve teala ka përmendur këtë për të na treguar neve se respekti me prindrit. Nën kupton që çdo gjë që baba dhe nana thojnë, përderisa nuk është haram, përderisa nuk është e ndaluar fetarisht, ne duhet ta kryejmë dhe nuk duhet t'i refuzojmë. Kapitulli 5 ka të bëjë me një çështje teje të rëndësishme. Sigurisht se ne gjithë jemi të interesuar me respektu, me bë më të mirën për prindërit tanë. Prandaj ndonjëherë na lind, ndoshta nga këshëria, na lind ajo pyetja, a ka ndonjë mundësi që unë ndonjëherë të arrij një nivel ku mundem me i dal haku babës edhe nanës, ku mundem me shpagu mundin e babës edhe nanës. Imam Buhariu e ka përmendur një hadith i cili është interesant dhe i cili transmetohet nga Ebu Hurajra. Ebu Hurajra ka thënë kësaj duke cituar Muhamedit alayhi salatu wasallam, fëmia nuk e kompenzon prindin përveç se nëse e gjen skllav edhe e liron. Pra ekziston vetëm një vepër, ekziston vetëm një rast në cilin fëmia mundet me shpagu hakun e prindit, mundet me i dal prindit haku. Dhe ky është rasti kur babai, për shembull, ne tash po i shohim luftrat apo? Po i shohim luftë në Palestinë, luftë dhe nëse prindi ka rënë rob i dikujt, pastaj fëmia shkon edhe e liron, e blen prindin, konsiderohet që i ka dal haku. Pse? Ka përmend njëri prej dietarëve, Sindi, Allahu e mëshiroft, ka thonë sklavëria është sikur vdekja, liria është sikur jeta. Pra prindi në një farë forme, ne e përmendëm motivin biologjik, pse duhet me respektu babën edhe nonën, na kanë dhënë jetën. Tash kur baba dhe nona munden me qenë sklav, i bie që janë të vdekur. Dhe kur ne i blejmë, është sikur u kthejmë jetën, prandaj është rasti i vetëm në cilin prindrit në cilin fëmijët mund t'i dalin haku prindërve të tyre. Për shkak se edhe nuk do t'a vonojmë shumë, nuk do të përmend disa detaje, do t'i referohem një hadith tjetër në cilin Imam Buhariu e ka sjell një shembull tjetër për të na treguar se si vepra tjera, sado që t'jenë të mëdha, sado që t'jenë gjigante, nuk ka mundësi që nëpërmjet tyre me shpagu hakun e prindit. Përmendet se një ditë një njeri me emrin Ebu Burde, që ka ardhur prej Yemenit, ka qenë duke bë tavafin rreth Çabës, edhe ka bart nanën e tij në krah. Kur ka bë tavafin, ka shkuar tek sahabiu nderuar, tek Abdullah ibn Omeri, dhe i ka thonë, a mendon se unë i dola nanës teme haku? Pra e mora në Çabe, e barta në shtëpinë, tash ai kum dal haku? Abdullah ibn Omeri tha jo madje as edhe për një dhimbje të vetme që ja ke shkaktuar duke qenë në barkun e saj. Pra këtë këtë mund që e ke ba, nuk mundesh me shpagu edhe një dhimbje të vetme të cilën nana e ka pas duke qenë në barkun, duke qenë në barkun e saj. Prandaj nderuar vëllezër, në vazhdim Imam Buhariu ka përmendur edhe disa vepra që ndonë se janë shumë të mëdha, ndonë se janë shumë të mira, nuk arrin me u krahasu me vlerën e respektimit të prindërve. Ka përmendur hadithën e sahabiut të nderuar Abdullah ibn Amri, i cili tregon se ka ardhur një njeri prej Yemenit. Edhe ka thonë Muhamedit alayhi salatu wasalam, po du me ardhë me ju bashku ushtrisë për xhihad. Ne përmendëm që xhihadi është prej veprave më të mira. Edhe Muhamedi sa më ka pyet, a i ke prindrit gjallë? Ka thonë po. Ka thonë ktheu tek prindrit tu, dhe nga se ky njeri ka përmendur nderuar vëllezër që
ka ardhur prej Yemenit edhe ka lënë babën edhe nanën duke qajt. Ka thonë Muhamedi alayhi salatu wasallam, irji ilayhima wa adhikhuma kama abkaytahuma. Kthehu. Edhe ashtu siç e ke bërë babën edhe nanën me kajt, bëj që të qeshin. Pra xhihadi yt është që të kthehesh tek prindrit tu, që ti respektosh prindrit tu, jo që të vish edhe ti bashkohesh ushtrisë muslimane, edhe pse këtu bëhet fjalë për xhihad fakultativ. Në hadithin e 4 nderuar vëllezër dhe të fundit për sonte, Imam Buhariu ka dashur na tregu neve se këto që i ka përmend në mënyrë teorike nuk janë thjesht fjalë, janë edhe praktik. Janë praktik që kanë gjetur vend në mesin e njerëzve më të nderuar shokëve të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Ai ka përmendur rastin e Abu Hurairës, i cili ka qenë shumë i respektueshëm me nënën e tij. Abu Huraira është prej transmetuesve më të njohur të hadithit. Ka transmetuar më së shumti hadithe. Dhe është përmendur se sa herë ka shkuar në shtëpi, ka thirrë me zot lart, "Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh", oj nëna ime. Dhe ajo ja ka kthyer me zot lart, "Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa birim". Pastaj Abu Huraira po kështu me zot lart ka thënë, "Allahu të mëshiroftoj nëna ime, ashtu siç më ke mëshiruar kur kam qenë i vogël". Nëna e ka kthyer, "Edhe ty o birim, Zoti të shpërblet me të mira dhe qofti i kënaqur, siç po sillesh mirë me mua, tani që un jam e plakur". Arsyeja nderuar vëllezër, pse është përmendur ky hadith përveç tjerësh, është se Abu Huraira ka qenë i vetëm. Edhe nana e tij nuk ka qenë muslimane në fillim. Ne do të përmendim hadithet javën që vijojnë me emrin e Zotit, do të përmendim hadithe ku detajohet ky tregim. E ka lutur Muhamedit alayhi salatu wasallam që ta lutë Allahun që nëna e tij të bëhet muslimane. Kur është kthyer në shtëpi, e ka parë që nëna e ka pranuar Islamin dhe lidhja e tij me nënën ka qenë e jashtëzakonshme. Kjo neve nderuar vëllezër na mëson për disa gjëra, na jep këshilla për disa gjëra. E para, që sahabët e Muhamedit alayhi salatu wasallam janë njerëz që ne duhet t'i pasojmë, t'i ndjekim. E dyta, dashurinë për babën edhe për nanën lejohet me shprehje në publik, edhe në mesin e familjarëve, edhe në mesin e miqve, edhe në pranitë të tjerëve, ashtu siç i ka shprehë Abu Huraira me zë të lartë në mesin e shokëve të tij. Dhe e fundit, për një thirrës, për një hoxh, për një pres, ka rëndësi që ndonjëherë disa vepra të bëhen publike në mënyrë që të tjerët t'i ndjekin. Pra kur një hoxh, një punë të mirë që zakonisht ne jemi thirrur që me i bërë punët e mira në mënyrë të fshehur, nëse e bën publike, e bën me niyetin që të tjerë ta ndjekin. Për shembull, nëse dikush e sheh hoxhën duke respektuar babën edhe nënën, merr shembull prej tij se duhet të respektohet baba edhe nëna, dhe kjo është thjesht për faktin se hoxha është model, është pasqyrë, prandaj edhe duhet të ndiqet. Për sonte po mjaftojmë me kaq. Në javën që vjen me lejen e Zotit vazhdojmë me shpjegimin e kapitujve të tjerë. Zoti ju shpërblet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.